Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për të parë tani të tjera informacione përpara Kuvendit të Shqipërisë. Mëngjesin e kësaj entje po zhvillohet një tubim paqësor me në fokus barazinë gjinore. Në këtë tubim ndodhet kolegja Gjoana Çallaku, e kam në një lidhje të drejt për drejt. Gjoana, të përshëndes, si u zhvillua ky aktivitet dhe cilat janë mesazhet që u përcollën? Kassandra, në fakt, ashtu siç ishte njoftuar që ky tubim do ishte paqësor, ka zgjatur për rreth gati 2 orë edhe tubimi, pra protesta e zhvilluar ditën e sotme përpara Kuvendit të Shqipërisë, ku ka pasur pjesëtar nga shoqëria civile, antar të shoqatave të ndryshme, po ashtu edhe nga koalicioni Pro Familjes dhe Jetës, ku këta të fundit, pra prej kohësh tashmë siç ne e kemi dhe transmetuar dhe herë të tjera, janë kundër projekt ligjit për barazinë gjinore, i cili pritet të kalojë dhe ditën e sotme për votim në Kuvendin e Shqipërisë, siç është përcaktuar dhe në rendin e ditës. Sa i takon protestës dhe thirrjes zhvilluar ditën e sotme, pikërisht pjesëtarët dhe antarët të cilët kanë marrë pjesë në këtë protestë, pra protestuesit janë drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, të gjithë deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë, duke mos pasur kahe politike, duke thënë që duhet të rrëzojnë këtë projekt ligj, pasi sipas tyre cënon integritetin e shoqërisë shqiptare, cënon familjen shqiptare, pasi ata pretendojnë që edhe pse në fakt duhet thënë Kassandra që mazhoranca pati një kthim pas sa i takon dhe rishikimit të këtij projekt ligji, ku ka qenë kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Tauland Balla, i cili dorëzoi në Kuvendin e Shqipërisë javë më herët 22 amendamente për projekt ligjin të formuluar tashmë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ku pikërisht sipas mazhorancës është përcaktuar në projekt ligj i cili u votua në Komisionin e Shëndetësisë që neni 4 të ketë një ndryshim, duke mos pasur tok fjalshëm siç ishte më herët përkatësi gjinore apo gjinisë gjithëpërfshirëse, por tashmë të jetë përcaktuar sakt sipas ndryshimeve në projekt ligj që do ketë vetëm 2 gjini në Shqipëri, është pikërisht ajo e burrit dhe gruas apo vajzë dhe djalë. Pra sipas mazhorancës nuk ka dhe nuk lë as pak hapësirë për keq interpretim të një përkatësie tjetër gjinore. Por megjithatë, Koalicioni Pro Familjes dhe Jetës, të cilët sipas tyre në këto ndryshime të miratuara në projekt ligjin në Komisionin e Shëndetësisë, ata pretendojnë që ende vijojnë në nenet pasardhëse që të ketë tok fjalësh si përkatësi gjinore, gjithëpërfshirëse apo identitet gjinor, dhe sipas tyre këta duhet të hiqen totalisht nga nenet e këtij projekt ligji, pasi mund t'i lej hapësirë për keq interpretime. Pra janë këta hamendësime apo janë këta të cilët vetë Pro Familjes dhe Jetës, pra koalicioni kërkon që të jenë totalisht të hequra nga ky projekt ligj, i cili pritet ditën e sotme që të kalojë dhe në Kuvendin e Shqipërisë për votim dhe për të parë më vonë nëse do marrë miratimin e nevojshëm apo jo. Sa i takon protestës, thirrjet ishin që pra rrëzonje këtë projekt ligj dhe mos e votoni. Jemi Pro Familjes dhe Pro Familjes tradicionale shqiptare, ku njihen vetëm prindit si nëna dhe babai dhe nuk mund të njihen nocionet e tjera apo terminologji si prind 1 apo prind 2. Duhet thënë në fakt që aktualisht protesta ka përfunduar përpara Kuvendit të Shqipërisë, ndërkohë që do rikthehen në orën 19:30 sërish para Kuvendit për të parë dhe do rrinë sipas organizatorëve të protestës deri në momentin që do ketë dhe kalimi i këtij projekt ligji në Kuvend për votim. Ndërkohë organizatorët kanë bërë dhe një tjetër thirrje, ku nëse do kemi miratim të këtij projekt ligji në Kuvendin e Shqipërisë, ditën e shtunë do ketë dhe një tubim tjetër dhe ku kërkojnë masivisht qytetarët shqiptarë të dalin në sheshin Skënderbej kundër këtij ligji, nëse, siç e thash pak më herët, nëse do ketë apo jo dhe konfirmimin në Kuvendin e Shqipërisë. Gjoana, faleminderit për raportimin e drejt për drejt.